Po, mersi, po. Nuk do të shtoj vetëm diçka. Arlindi ka të drejtë kur shpreh një lloj koherence politike në qëndrimet e tij, sepse dy partitë e tjera të reja, që janë Shqipëria bëhet edhe Partia Mundësia, u shprehen në zgjedhjet e 11 majit që nuk bashkohemi as me zotin Rama, as me zotin Berisha, po të ftojmë për koalicion, sepse ne jemi për tejkalimin e elitës vjetër politike. Dhe çdo koalicion jon i mundshëm me ta do të restauronte edhe herë elitën e vjetër. Ndërkohë që në këto zgjedhje u përdor, si thuaç, argumenti ose perspektiva e një kandidati jo politik, në mënyrë që këto të pranonin. Zoti Lapa e pranoi sepse zoti Bina ka qenë bashkëthemelues edhe zëvendës kryetar, kurse zoti Shejaj mendoi që është një fitore politike. Se ishte propozuesi i kësaj ideje. Mirë po ka një gjë dhe garantresh. Ama ka dhe një kundër argument për këtë, që nëse diferenca do të jetë e ngushtë, dhe nëse votat e lëvizjes bashk, po të bashkoheshin me këtë koalicion me bazë të gjërë, do sillnin humbjen e Ramës, indirekt Arlindi mund të akuzohet si thua që nuk e ka mundësuar fitoren e opozitës të bashkuar. Pra, e keni paraprirë këtij sulmi që mund të bëhet nesër nga partitë tjera opozitare, pra me idenë që në një lloj forme jeni paterica e Ramës. Se ky është argumenti që përdoren ndaj jush sot. Këtë sulm na kanë bërë dhe dje, na kanë bërë dhe partia, jo vetëm sot. Po, në gjitha prime time-et kur dalin. Atëherë, ky sulm presupozon që votuesit e mundshëm të lëvizjes bashkë votimin, po të mos kandidoja unë, do votonin me do e mos ashtu siç duan ata që ma bëjnë mua këtë sulm. Paskush nuk e di se për këtë do votonin, po të mos isha unë kandidat, votuesit e lëvizjes bashkë. Për mendimin tim, shumica dërmuese për tyre thjesht nuk do shkonin fare të votonin, sepse nuk duan të kenë të bëjnë me asgjë që lidhet me emrin e Edi Ramës apo të Sali Berishës. Siç mund të thotë berishisti që ti po bën lojën e Ramës, mund të thotë patronazhisti i Ramës që ti po bën lojën e Berishës. Sepse këta thonë ti je opozitar, pse s'bëhesh opozicion, këta tjerë thonë ti je i majt, pse nuk bëhesh me të majtën. Kështu që akuzat mund të të vinë nga dy anët dhe kur të akuzojnë nga dy anët, kjo tregon që ti je në rrugën e drejtë. Kur je të pakënaqur të gjithë të këshim, ti tregon që je në rrugën e drejtë. Tjetra, çdo parti duhet mësohet të fitojë me forcat e veta. Do të thënë, lëvizja bashkë, cili do rezultat të ketë, qoftë 15%, 20%, unë nuk e di, qoftë edhe mrekullin vetë që unë fitoj, do jetë rezultat që ne meritojmë. Dhe partitë tjera nëse duan të fitojnë, duhet përpiqen të fitojnë një vot më shumë se të tjerë. Fitore elektorale Arlind. Një sekond. Po them, vije vete në vendin e PD-s apo të PS-s. Nëse këto parti duan të fitojnë zgjedhjen, duhet mësohen të fitojnë zgjedhjen me forcat e veta. Do të thonë, duhet mësohen që të marrin një vot më shumë se kundërshtarët. Versioni që ne nuk marrim dot një vot më shumë se kundërshtarët. Prandaj aman jepi një shtyrë karrocës tonë të vjetër, nuk funksionon. Politikisht po them dhe herë, ne jemi në politikë se duam të fitojmë me forcat tona, duam të fitojmë me mbështetjen e qytetarëve. Dhe nuk do të më shohësh mua në një ditë që të them, aman që të fitoj unë, mblidhuni të gjithë si quhet dikur aleanca e qelbësirave për të më mbështetur mua. Kështu që çdo parti që hyn në zgjedhje ose çdo koalicion që hyn në zgjedhje, duhet të mësohet të kërkojë votat e qytetarëve dhe të fitojë me forcat e veta. Unë hy në këtë garë, sot e pezulluan, dhe të jetë në 2027-ën, hy duke pasur shpresë që do arrim të bindim shumë qytetarë në mos shumicën e qytetarëve. Prandaj marr pjesë në politikë. Nëse nuk e realizojmë sot, do përpiqemi ta realizojmë nesër. Ky është rrugtimi normal i një partie. Partitë tjera që nuk kanë këllë që të ballafaqohen, që nuk kanë fuqi argumenti, që kanë nevojë të hyjnë sqetullën e një partie të korruptuar siç është PD-ja në këtë rast, sigurisht që do duan ta justifikojnë këtë lloj tradhtie që kanë bërë ndaj elektoratit të tyre, duke folur me këtë gjuhën që jo po ne duam bëjmë një koalicion. Po pse se kanë luksin e kohës? Për ta shtrirë si proces në kohë. Duan para shpejt e shpejt, se kuptoj. Po çaj e dytë e parë opozitare më e madhe. Të fitojmë, nëse do të fitojmë me forcat e veta. Demokratët presin, nuk janë si ti që ke vendosur të dalësh ballë establishmentit dhe kjo punë merr kohë. As Edi Rama, as Sali Berisha nuk ka përfituar përmes lëvizjes bashkë. As Rama, as Berisha s'kan përfituar ndonjëherë prej lëvizjes bashkë. Ne do të kundërvihemi gjithmonë të dyve, ne do të kundërvihemi oligarkisë ekonomike dhe çdo faktori destruktiv shoqërisë shqiptare, kështu që kalkulimet, mos harroni diçka, kushdo që do të fitonte, po të mos isha unë, mbas zgjedhjeve në Tiranë, patjetër që humbsi do drejtonte gishtin. Pse ti mendon, po të humbte zonja Manasirliu nuk do drejtonin gishtin, Edi Rama me shok kundër meje? E njëjta logjikë, pra është e njëjta logjikë impotence politike ku humbsi për të justifikuar humbjen thotë ka fajin ky që është i treti. Ky që na doli nga rreshti.
ky që nuk është si ne. Ndërkohë që ne që kryet herës, ne jemi themeluar si parti anti-aseblishment, kështu që nuk duam të kemi të bëjmë fare